2 ditë diskutime, prezantime shkencore, intervista nga studiuese ekspert të ndryshëm, treguan se VAKF-i mbetet një prej shtyllave më të çmuara të trashëgimisë sonë, nga rëndësia e lënies së VAKF-it te domosdoshmëria për t'u kthyer tek dokumentet dhe kujtesa jon kolektive. Konferenca e VAKF-it te shqiptarët e organizuar nga Instituti për Hulumtime dhe Studime Islame në kuadër të Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës, nuk ishte vetëm një takim shkencor, por një përpjekje për bashkët për të ndriçuar të kaluarën dhe për të rikujtuar vlerat që dikur formuan jetën shoqërore të shqiptarëve. Në themelet e civilizimit ton qëndron akti i lënies së VAKF-it, një traditë që ndërtoi shkolla, ura e institucione. Dikur shumë pasuri vakëfnore u uzurpuan apo u dëmtuan, por vlera qëndron e pacënuar. VAKF-i mbetet një mirësi që vazhdon edhe përtej kësaj bote. Tema VAKF-it mund të duket si temë historike që nuk ka lidhje me realitetin, por faktikisht ajo në tregon se kush kemi qenë, çfarë kontributesh kemi patur në historinë tonë dhe të gjitha hapësirat shqiptare. E dyta na orienton se si mund të kontribuojmë edhe më tepër për të ardhmen e të gjithë fëmijëve tanë, nipërve dhe mbesave tona. Na tregon që ne jemi një civilizim, një qytetërim, i cili nuk është i kufizuar vetëm brenda murave të xhamisë, por na tregon që ne mund të ofrojmë përgjigje shumë të mira edhe për këtë botë, patjetër edhe për botën tjetër. VAKF-i është themeli dhe ndoshta është baza e civilizimit islam që ne kemi ngritur jo thjesht në botë në përgjithësi, por edhe në këto vende, në këtë troje ku ne kemi qenë historikisht. VAKF-i nuk është thjesht një institucion humanitar për skaj rolit që ka në këtë drejtim, por nënkupton është edhe një burthemel i ndërtimit të civilizimit islam, si dhe përkap aspekte tjera që kanë të bëjnë me kulturën, me arsimin, me shkencën dhe punën kërkimore. Nga kjo perspektiv, VAKF-i edhe sot vazhdon të luajë këtë rol për shkak se institucionet fetare, veçanërisht në trojet shqiptare, janë të varura pikërisht nga VAKF-i në zhvillimin e veprimtarisë së tyre, jo vetëm humanitare, por po ashtu edhe kulturore, shkencore dhe sociale. Shfrytëzimi i vakufeve, unë mendoj se këto që i kemi dispozicion është maksimal, edhe pse në të kalume ne jemi të hendikepuar sepse në pushtetin e kalume, ligjet e kalume, bashkia islame, bashkitë fetare në përgjithësi, e si bashkësi që është më numerike, është bashkia islame, kanë qenë jashtëzakonisht dëmtuar prej pushtetit të kalume, sepse pasuritë vakufnore janë përvetësu, janë marrë me dhunë, thënë ju kanë dhonë. Ne kemi shembuj prej më të mëdhejve, kemi kryeqytetin ku pjesa kryesore, ku janë institucionet kryesore sot shtetit, aty kanë qenë vakufet më të mëdha, sepse kanë qenë çarshit, kanë qenë xhamiat. Kjo ndodh në të gjitha qytetet parafërsisht. Në të kaluarën kanë qenë më të vetëdijshëm dhe më shumë kanë kontribuar për vakufin, ndërsa tash veç ka filluar disi të vetëdijsohen popullata muslime, por jo atë sa duhet. E arsyeja pse nuk janë aq të vetëdijshëm për shkak ndërprerjes pas peranderisë osmane e deri më sot, një ngecje mes mbretërisë serbe dhe komunizmit që i ka largu bamirësit apo i ka penguar në një mënyrë apo tjetër, prandaj edhe muslimanët e kanë hupat kuptimin dhe vlerën e vakfit, ndërsa tash veç ka filluar të vetëdijsohen popullata dhe të vendojnë dhe të rithemelojnë vakfe të reja. Vakufimi i pronës, ajo e bën njeriu të pavdekshëm. Ai do t'i shfrytëzojë benefitet e saj edhe pas vdekjes së tij fizike. Edhe në botën tjetër, sa ajo pronë do t'i shërbejë dikujt, sevapët do t'i shkojnë pronarit i cili edhe ka vakufuar. Në historinë shqiptare, gratë kanë qenë ndër kontribueset më të shquara në VAKF. Dikur, përmes vakëfeve u kryenin shumica e punëve publike në qytete e fshatra. Sot, kërkimi në dokumente arkivore po ndihmon që kjo histori e heshtur të ndriçohet dhe të marrë vendin që meriton. VAKF-et dhe vlera tyre edhe sot është duke u trajtuar dhe vazhdon të praktikohet nga njerëz të vullnetit të mirë. Në këtë rast ne kemi parë që edhe femra ka qenë njëra ndër kontributonësit më të shuara të VAKF-ve në trojet shqiptare. Kemi kryeqendrat e trojeve shqiptare si Shkodrën, Prizrenin,
Pejen, Gjirokastrën, Elbasanin, Korçën e shumë vendet e tjera në të cilat shuhen femrat për dhënien e vakëfëve dhe vlera tyre shuhet në veçanti për zhvillimin e urbanizmit, për zhvillimin e gjendjes sociale që në atë kohë ka qenë shumë e rëndësishme dhe ka pas shumë nevojë, po ashtu edhe shuhet për arsimimin shqiptar. Vakëfi ka qenë i rëndësishëm gjithmonë, pasi që e dim që në periudhën osmane, shteti përveç gjyqësorit, mbrojtjes së jashtme dhe sigurimit e brendshëm, gjitha aktivitetet e tjera shoqërore publike i ka kryer vakfi. Në të njëjtën mënyrë po ta shohim edhe për temën time që kam pas për Ulqin, në të njëjtën mënyrë edhe vakëfi, edhe duke qenë në malin e zi, vakëfi ka kryer të gjitha punët publike, pasi shteti nuk i kryen të ato, sidomos deri në luftën e dytë, ose më mirë me thënë deri pas luftës së dytë botërore. Prandaj ai ruan edhe ka një rëndësi të veçantë, pasi vakfi në vetvete ishte edhe një farë autonomie për gjithë muslimanët në vendet ku jetonin, sidomos në ato vende ku pas Kongresit të Berlinit kishin rënë si pakica në shtetet jo muslimane. Se në bazë dokumenteve arkivore ndriçohet e kaluara historike një populli dhe një vendi. Obligimi të gjithë studiuesve është që të gjurmojnë, hulumtojnë dhe publikojnë dokumentet. Ajo është historie e vërtet nëse na prezentojnë fakte arkivore. Unë mendoj që përmes kësaj konference një pjesë bukur e mirë e vakëfëve në Ballkan, veçanërisht në vilajetin e Kosovës, nuk është trajtuar sa duhet. Mirë, po përmes kësaj konference mendoj që një pjesë bukur e mirë e saj është duke u trajtuar, edhe në hapjet konferencës përfaqësuesin e Katarit, nëse zgabojmë, ai përmendi se ku kanë arritë, domethënë, vendet muslimane tjera me çështjen e vakëfit, edhe kanë arritë domethënë edhe të diskutojnë edhe me fut në çështjet e vakëfit edhe inteligjencën artificiale edhe shumë inovacione tjera, që ne mendoj që do të marrim shembuj të shtetet e zhvilluara, që edhe na domethënë bëjmë më tepër në këtë drejtim. Konferenca organizuar mjaft mirë, me profesionalizëm dhe përkushtim. Programi ishte i qartë, mendoj që studiuesit sollën analiza të vlefshme mbi historikun, trashëgiminë por edhe perspektiva bashkëkohore për vakëfin. Kjo konferencë arriti synimin e saj kryesor, të ringjallë vetëdijen e munguar për rëndësinë e vakëfit në shoqërinë shqiptare. Përmes debateve, studimeve dhe diskutimeve, u hap një rrugë e re drejt kuptimit dhe vlerësimit të këtij institucioni shekullor. Unë mendoj se konferenca që i zhvilloi punimet në këto 2 ditë, plotësisht ka rezultuar edhe synimet tona të përpashta për ringjalljen e një vetdije të munguar tek populli ynë rreth rëndësisë së vakfit në Islam. As më parë kur dihet se një pjesë e madhe e pasurisë toksore të Kosovës ka qenë vakëf, sepse njerëzit kanë lënë vakëf për shpirtin e tyre, mirë po erdhi koha e komunizmit dhe i shkatoi shumicën e tyre. Prandaj kjo konferencë e pat qëllimin kryesor që ta ringrisë edhe një herë në nivelet më të larta zërin e arsyes edhe të një ndërgjegje të fjetur të disa prej pushtetarëve tonë, që më në fund të bëjnë diçka edhe për vakëfet që janë nacionalizuar në kohën e komunizmit. Mendoj se kjo do të jetë një pikë nisje për të vijuar një rrugë të mundimshme deri te zbardhja e tyre dhe zbardhja e faqet të shumë vakëfe që kanë mbetur në arrest nga ana e popullit dhe qeverive tona. Fatmirësisht pas luftës, popullata është vëdësuar në masë shumë të madhe, saqë tash kemi edhe donator vendor që lënë vakëf tokat e tyre, lënë vakëf edhe ndërtojnë xhamia në emër të tyre, biblioteka dhe sende që i shërbejnë të mirë së përgjithshme. Prandaj gëzon fakti se më nuk jemi të varur nga ndihmet e botës arabe apo islame, por këtë është përkryer me shumë sukses edhe me donatorët tonë vendor, të cilët vërtet e kanë dhënë provimin e tyre sa i përket durimit të vakëfëve. Përgjatë 2 ditëve në Prishtinë, më shumë se 50 studiues nga trojet shqiptare dhe rajoni, si dhe përfaqësues institucional nga Turqia, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite dhe Katari, diskutuan rolin e vakëfit në zhvillimin shoqëror, kulturor dhe edukativ të shqiptarëve.